Dhomat e tregtisë në vend dhe shoqatat e biznesit kanë marrë në dorë draftin e paketës fiskale për vitin 2017, të hartuar nga Ministria e Financave. Përveç disa prej lehtësirave në ligjin e procedurave fiskale, të bëra publike nga vetë Ministri Arben Ametaj, në draftin e ri, bie në sy ndryshimet e masave administrative me gjob, në rastet kur bizneset konstatohen me shkelje ligjore. Këto ndryshime vijnë pas shqetësimeve nga të gjithë përfaqësuesit e bizneseve vendas dhe të huaja, por edhe FMN, për goditjen masive të bizneseve me gjoba gjatë fazës së parë të aksionit kundër informalitetit. Kështu bizneset nuk do të gjobiten menjëherë në rast të mospajisjes me kasë fiskale dhe mos lëshimit të kuponit tatimor. Në nenin 36 të ligjit të procedurave tatimore për mospajisjen me kasë fiskale, pas verifikimit të parë që konstatohet dhe vazhdon të mos instaloj atë, atëherë tatimet i bllokojnë aktivitetin për 15 ditë, ndërsa në rast se biznesi nuk lëshon kupon tatimor, për çdo konstatim të kryer nga inspektorët, përveç gjobës 50.000 lek, tatim paguesi të regjistruar për TVSH bëhet vlerësim tatimor për 3 muajt e fundit. Nëse tatim paguesi vazhdon të mos e lëshoj kuponin tatimor, i bllokohet aktiviteti për 1 muaj dhe nëse vijon sërish përsëritja e këtij veprimi administrata tatimore, e kallëzon penalisht. Po kështu tatimet kanë lënë gjobën për mos afishim të listës së çmimeve të shitjes, por në mas më të ulët se ligji i supergjobave, i rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Nëse më parë kjo gjob ishte 500.000 lek, tani është 50.000 lek. Një nga pikat ku Ministria e Financave duket se nuk lëshon pe, është ajo e shkeljeve të konstatuara për mos lëshim të faturave tatimore. Sipas nenit 37, ky veprim dënohet me gjop të barabartë me 100% të vlerës së tatimit të padeklaruar. Në rast se kjo shkelje përsëritet, përveç se do të paguajë të njëjtën gjob, biznesi i vogël i përjashtuar nga TVSH do të kalojë automatikisht në biznes me TVSH. Dhe nëse bizneset e përsërisin të njëjtën shkelje më shumë se 2 herë, atëherë administrata e kallëzon penalisht. Për mos deklarim të punonjësve për bizneset e regjistruara si subjekte me TVSH dhe tatimin mbi fitimin, gjoba e parashikuar është 200.000 lek nga 500.000 lek që është aktualisht. Për bizneset e tjera, gjoba është 50.000 lek nga 50 deri në 250.000 lek që është aktualisht. Ndryshimi në këtë nen përcakton përjashtimin nga gjoba në rastin kur nga verifikimi dhe kontrollimi në vendodhjen e aktivitetit të personit fizik të vetpunësuar, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si persona të papaguar të familjes, por ligji nuk toleron bizneset të cilat fshehin pagën reale të punonjësve. Nëse konstatohet një shkelje e tillë, dënimi do të arrijë në gjop 100% të detyrimit dhe kontributit të llogaritur. Në draftin e ri të hartuar nga Dikastëri i Financave janë parashikuar një sër lehtësirash të procedurave tatimore, të propozuara nga vetë biznesi. Disa prej tyre përfshin varësinë e Komisionit të Apelimit Tatimor nga Ministria e Financave, rimbursim automatik të TVSH-s, vetë korrigjimi i bizneseve pa penalitet, si dhe heqja e referencës për ndërmarrje të ndërtimit. Por si ka pritur sipërmarrja këto ndryshime ligjore? Tashmë me propozim të gjithë biznesit, Komisioni i Apelit do të jetë në Ministrinë e Financave dhe ka dhe veçori se do ketë edhe përfaqësues të biznesit në Komisionin e Apelimit që nuk ka qenë vite të tjera. Antarët e Komisionit të Apelit nuk do kenë më turistëninë e drejtuesve të tyre, rimbursimi online i TVSH-s. Të gjitha kompanitë që nuk kanë risk, pra janë jashtë faktorit të riskut, do të rimbursohen në mënyrë online, domethënë në mënyrë të menjëhershme, jo 1 muaj siç ka qenë më parë, por sistemi e bën në mënyrë automatike rimbursimin e TVSH-s. Është një lajm shumë i mirë për sipërmarrjen private. Është parashikuar dhe kontroll nga kompanitë audituese, pra nuk do kontrollohen kompanitë që dëshirojnë të mos kontrollohen nga tatimet, do të kontrollohen nga kompanitë të mëdha audituese.